Forcat policore të Shteteve të Bashkuara kanë arrestuar një person, i cili mendohet se është autori 2 plumbave të shulluara në shtëpinë e bardhë. Një nga plumbat ka thyer një dritare ndërsa plumbi tjetër ka qenë jashtë ndërtesës. Personi është obsesionuar me presidentin amerikan Barack Obama. 21 vjeçari Oscar Ortega Hernandez, tashmë i arrestuar, beson sipas autoriteteve se Zoti i ka dhënë atij një mision personal të sulmojë shtëpinë e bardhë. Një buletin i lëshuar nga policia amerikane thotë se 21 vjeçari në momentin e arrestimit tregonte shenja paqëndrueshmërie mendore dhe prirje dhune. Ai do të paraqitet në gjyq në Pittsburgh të Pensilvanisë më vonë gjatë ditës së njëjtë. Hernandez u arrestua në këtë shtet ditën e mërkurë pasi autoritetet ishin informuar nga dikush që e kishte njohur. Të shtona u dëgjuan mbrëmjen e së premtes në hapësirën mes shtëpisë së bardhë dhe monumentit të Washingtonit. Presidenti dhe zonja e parë nuk ndodheshin në Washington në atë moment, ndërkohë që nuk dihet nëse atje ishin 2 vajzat e tyre, Sasha dhe Malia. Hernandez ishte shpallur person i humbur nga familja e tij në fund të muajit tetor. Mendohet se që prej atëherë ai ka jetuar në Washington. 21 vjeçari ka një dosje të pasur me arrestime të kryera në Texas dhe vende të tjera, por policia ka deklaruar se nuk rezulton i lidhur me ndonjë organizatë terroriste.